vlla edhe motër, pa bab edhe pa non. Gjatë rrugës pi Prizrenit në Kumanov, po ma tregojnë biografinë, historinë e këtyne dy jetima. Sado njeri që dëgjon, e dëgjon tjetrin kur ligjeron, kur tregon, është krejt më ndryshe nga ajo kur ti e përjeton. Po shkojmë në Kumanov, u taku me njerëz të tanë atje, po shkojmë te familja. 18 vjeçar djali, 16 vjeçar vajza, vlla e motër. Vllavin të folme kishte problem i smur, që lusim Allahun inshallah shëron ata dhe çdo të smur. Motra që më nalon neve pa tekst. E para, pamjet ku ishin prekse, ku jetonin dy jetima. E dyta, sa do na që ishim mundu me shku me u konë drejk Bajramit aty në dëve, na ishim plotësisht vedishëm se dynjon me jadhon, atë ditë ata kishin dëshirë me konë baba edhe nonën drejt Bajramit. Me i thonë babës edhe nonës, e gëzofsh Bajramin. Hitëm të emocionum, u mërzitëm me pamjet kur i pamë se ku për jetoj. Po ma shumë u mërzitëm se nuk kishin përgadit kur gjë me hongër për drejt Bajrami. Po nisëm me bo inqizimin, me marrë një intervist. Djali u mundu me në thonë disa fjalë, por vajza në këputi këmt. Pa bab, pa nan, pa tardhme, pa shpi, kush bo rahmet. Tha Baci Halil, gjatë fjallës saj, Allahi pak në ka marrë, e shumë në kalon. Vajza, po thot Allahi pak në kalon, pak në ka marrë, e shumë në kalon. Ja ka marrë babën, ja ka marrë nanën, në kushtet rana, edhe une po nisi, po dridhi, po mundohem me komandu lotin, se komandoj dëtë, po thëmë subhanallah, e pse thu që Zoti pak në ka marrë, e shumë në kalon? Thot po, a nuk duhet mi thonë falemderit Zoti se më kalon mu gojë, vllavi po ka problem me folë, më kalon mu dur e mu kom, që unë me i boj hizmet vllaut, e me paskon edhe unë në karocë. E keqja nuk ka skaj, na po marrim mësim nga një vajzë 16 vjeçare jetime. Me qëto kushte, edhe duke i thonë Zotit falimderit, të paktën kelo mu që t'jem hizmeqarja vllavit tem.